Kryeqyteti gjatë mëngjesit të së hënës u zgjua në një kaos të vërtet, e gjitha kjo si pasojë e bojkotimit të punës nga trafiku urban dhe e kompanitë private të autobusëve. Ndërkohë që qindra qytetar mbetën në stacione me linja të pezulluara dhe pa asnjë mjet publik që qarkullonte në rrugë. E ata të lodhur nga muajt të tërë pa paga dhe nga moslëshimi i mjeteve financiare, punëtorët e trafikut urban nisën protestën e tyre para komunës së Prishtinës, e ata kërkuan zgjidhje urgjente dhe ekzekutimin e detyrimeve që sipas tyre janë vonuar padrejtisht. Jam Elmi Gashi, kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban të Prishtinës. Me keqardhje pikërisht ju drejtohena qytetarëve të Prishtinës. Me na fal për këtë gjendje që kemi ndodhur sot, jo me dëshirën tonë, por pa dëshirën tonë prej furnitorëve që na i kanë ndërprer karburantin pikë spora. Punëtorët e trafikut urban e kanë 1 milion euro borxh për naftë. 2 rroga punëtorët e trafikut urban nuk i kanë shiju akoma. Parat tona me punën që kena bërë, ju që na keni përzgjedh neve, me udhëtu me neve, me bo shërbimet na ndajuve, ju kërkoj dijes për gjendjen që jem sot. Jem dalë këtu sot në protestë, ditë protestës, edhe besoj që në këtë kohë të nxehtë, që po sot mbizotron për neve ndihmër, besoj se arsyeja ka me bisedru sot për me reflektu dikush pozitivisht me kryetarin punën e borxhit. 3.200.000 euro kompanisë publike trafiku urban i ka borxh komuna. 1.600.000 na i kem borxhe furnitorëve tonë. Nuk ka parë për të na dhënë për na shërby, nuk kem mjete me punu, nuk ka naftë, nuk ka rroga, pagat punëtorët janë diskriminuar për këtë rrogë që nuk e kanë. Protestës ju bashkua dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i cili së bashku me punëtorët marshoi drejt qeverisë së Kosovës. Aty protestuesit qëndruan 2 orë rresht, duke kërkuar një takim ose të qoftë edhe një deklarat nga ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati. Megjithatë, as pas 2 orë pritjesh, askush nga ministria nuk doli për t'u dhënë një përgjigje. Unë, si kryetari i kryeqytetit, jam në dispozicion, ju tregova në çfarëdo kohë, në çfarëdo momenti që na thrasin, pra duna me vazhdu punën, jam 2 minuta larg, edhe do t'jem aty, kështu që kurdo që na e dhojnë orën apo na thojnë e janë tash, unë këtu jam, sepse po them me prit po presim, po s'po na tregojnë as kur, as nësa, as pse, kështu që vetëm këtë deshta me ju lajmëru, publikut, opinionit edhe të gjithë protestuesve këtu, pra jam me ju mirë kuptoj dhe kurdo po them që kemi ftesën, vetëm thirrni me një herë edhe shkojmë së bashku këtu te Ministri i Financave në detyrë dhe Kryeministri në detyrë. Mungesa e reagimit sigurisht që shtoi dhe tensionin dhe punëtorët paralajmëruan masa të rënda nëse situata nuk zgjidhet. Ata thanë se janë të gatshëm të vendosin autobuset nëpër pika kyçe të qytetit, të fikur dhe pa funksionuar si formë proteste deri në lëshimin e mjeteve. Kështu derisa qytetarët përballen me vështirësinë e lëvizje, punëtorët theksojnë se protestat do të vazhdojnë derisa zëri i tyre të dëgjohet dhe pagat të ekzekutohen. E në rast se ndodh kjo e fundit, menjëherë ata do ta fillojnë punën.